Arbër, ua, çka men, fantastik. U futëm sa mas me u dal fjalën se na njerëz si përdorim 1 prillin për me rrejtë për me bashkë lojnash, u futëm, mendom se do dalin në finalistë që sot, po çka kemi marrë të ndëllim Rëmalla? Si doli kelli më. Alo ti. Mario ka fillu kjo arbi Për pak kohë ti e fitu ma, kupton? Ka fillu kjo arbi mos befi e Mario. Mos befi për kujt, jo më ke fillu ti mu bo aq ke sop, je bo me nedën. Ja, me nedën, po si të shi, pse ke qef kot me fut në trunin tam gjana të smura kot. Apo thu nga që i tha nedës, ashtu. Jo, Neda mor që i tha Gerdes ma ke fut kot mor për lojën mor. Si mor, po Gerda lujti mor taman. Gerda lujti, Rozana nuk lujti, Gerda lujti. Qose po, ja. zgjallë. Gerda ka drejtën e vet me e provu. Ai janë mbizoj që ti jetë e provu. I të i tha. Po, ai të provu. Po i tha Gerda, e të provu se unë ka ardhi moment që Dasar, e ka pa prajmin Dasar. Për mendimin tim i tha, ja ke fut kot, kot e ke fut. Si ja ke fut kot? Kot ja ka fut Rozana. Rozana ka fut kot. Për mendimin tim, Gerda ka qa me zbulu, Rozana s'ka qa me zbulu. Dhe për mendimin tim, në këtë rast Gerda e mendoi lëvizjen e shahut, se ishte edhe e para kret që u do të me nis cilin me ashtu. E me llogarit mendjen e tjerë. Doli kelli thot Martina, dje Martin, dje kotol. Prit, nga prime jon, kemi një surprizë. Nga prime në prime. Pasa kombinua dhe sfondin me ty janë, me perde. A dalë dhon të perde, ja pret, me dalë dhon të perde. Po, ha. Ku jeni perde, ku jeni? Unë jam e vërteta dhe me 1 prill. Pra. Ashtu e? Edhe ditën e 1 prillit jam e vërteta. Ditën e 1 prillit, nëse më na merret goja të saj, se kena po lam sonde. Ka që Ledioni su kursye fare pa ju marrë goja hiç. Sa Loredana do lush me Zara të Jozit sa që je? Fal mos e thash unë, tha Ledioni. Ledioni, patjetër, ti e vërteta. E rregullon pastaj, ngre nivelin fund me një shprehje nga këto të Nietzsches. Po, ajo shpreha që duhet të rriti publiku në mes. Pa marru akoma, pa fillu akoma. Pa fillu akoma. O, Dasara, kove dje kellin ti duket, po është ty dje në blok me kellin, a piti kafe ty. Qysh dje kafe, a i do qysh dje. Ka dalë që dje. Au mërzit. E mua më prish përshtypje që Rozana zgjodhi Jozin, shumë keq. Nuk më pëlqeu fare. Rozana as nuk e mendoj hiç, ja futi veç kot aty. As nuk mendoj hiç për këtë skem. Bien tana ajo kaos që e ka përdorur. Megjithatë neve do ta justifikojmë atë se asaj erdhi letra nga i dashuri, kështu që ka pas na ngarkuar se i dolën dokumentat. Qosa me vota publiku, sigurisht që do dalin Rozana, po mos ta bën në blof produksioni sa me ba sikur çaponolli dram. Sa mi tregu Rozan si e të fituti. Ha, sa me ba me vujt edhe mas shumë vujtjeve, vuj edhe pakites se kemi fitu, si e me që i bën qefin sonte, ja bën boll qefin sonte, juve mendoni që do nxjerrin Gertën ato të parën finalista. Me vota, mos me fitu Gerta, po mi tregu edhe Rozan si ti nuk e fiton se as Gertën se mundte. A kupton? Mundet me kanë kështu. Me vota du të me dalë Rozana, me thonë drejt, po mos ban produksion. Nese shiko, tash nuk është se e kanë treguar shpesh që me vota ata bëjnë si që thotë publik. Rrallë në herë. Marrë vot. Për shembull kur ja mori Egla Julit aty për finalistin, e ke parasysh që ishte 3017 vota edhe 49.18% me 50. A kupton ti? Dhe numra marrë ato që vinë ato të ndemolit të dojnë votat e Vodafonit, me gjerë pak ka një kod ata që Po, pse e besuat juve atë që tha ajo e Kosovës, si e ka Olsa Muhameti? Po pra, ti e ma shumë me këtune gjanave, a vinë ato me pa votat? Si është joni gati me marrë vesh shi? Po talësh ti? Jo. Po talësh ti? Jo. Dikush ishte kryevepra, se ajo besonte edhe vetë gënjeshtrin që po thoshte, tha, neve tha nas nuk i shohim tha. Nuk i dim tha. Ata sa i dim. Ata janë brita, ne s'dim kjo fare ne. Ne s'dim asnjë kjo. Nuk ka, domethënë, perl.
Nejse, unë le jam të i themi që mërzitur ishte një sot. prime relativisht i zvarritur, ku fol Relaksum 4 shumë. orë, relaksum shumë. Ishte një prime të mërësisht i zvarritur, ku në pjesën më të madhe u fol pse Laerti duhet të jetë një finalist, dhe nëse Laerti duhet të jetë një finalist, a është ai apo nuk është në të vërtet një finalist? Sa mallë. Po ikën 2 orë. 2 orë nga prime ikën kështu? Ma ne ju bëm dhe me ikjen e kellit, nuk e di. Nuk e di, domethënë 4 orë dhe ikja kellit, sepse duhet që bëj gjithë ato filozofina në studio. E dim gjithë se iku kot fare. Çdo tjetër. Dhe bile e bukur është që e pyesin për shembull atë që del. Pse mendon ti që dole? Ai është i vetmi që se di pse doli, se ta marrë vesh kur shkon në shtëpi celularin. Kurse ne tjerë e dim, nuk kemi nevojë ta dëgjojmë, nuk ka ku të shkoj, ku e vepër. Dasar ti je mbështet se Rozanc apo je kështu analiste e Unë dua ta fitoj Si Gjesin. dasar, sa bukur e ke luajt ti, qendrimin tënd, sa që Joni se ka kuptuar akoma. Për Rozanc. Unë kam dëshirë që ta fitoj Gjesin. Kam dëshirë që ta fitoj Gjesti sepse është 24 vjeç, është për moshën që ka djalë inteligjent, është djalë i mësuar me jetë në rrugës, me shoqënime, nuk është i keq në zemër, mendoj unë. Më kuptoni? Pastaj Rozanën e pëlqej për faktin që kur u diskutua për shembull që te ferma VIP do futej si Frederik Ndoci dhe Rovena Dilo, mua nuk më shkon ndërmend tani që të marr përsipër edhe të bëj unë bëj statuse për Nedën se e bë drunin hak, po nuk bëj statuse unë për Rozanën në nivele ekstreme, ose sepse njerëzit kanë një çike dhe një lloj konotacioni ose një lloj përgjegjësie publike për atë që përfaqësojnë, se jemi bërë fare, janë ngritur halet përpjet, edhe gjykojnë malet. Më kupton, në këtë kontekst po. Unë nuk përveç kësaj mendoj që Rozana ka bërë atje një historik të saj. E ka nxjerrë veten në të gjitha dimensionet edhe ajo, të mira, të këqija, jo po manipuloj, jo po tash ka qenë loj, ka kriju shoqëri, ka vuajtur për marrëdhënia aty brenda që i ka humbur rrugës, si ka fituar rrugës e tjerë e tjerë. Dhe mua më vjen gati keq që Rozana bashkangjitet me Gertën, ndërkohë që nuk ka, për mendimin tim, fare shenjë barazimi midis Rozanës dhe Gertës, sepse Gerta nuk ka dhënë absolutisht asgjë nga vetja e saj në gjithë kohën që kanë dënjur aty brenda. Për të mos folur pastaj që kam fol bukur, a mos të tallni tani. E degenerove Jonin. Jo, Gerta si fitu pik për te ti tash më. Joni është degeneruar. Shan Gertën edhe mu më ashtu unë nuk kam nevojë të shajmë, janë goca që me cilat jam shoqëru, kam punu në ambiente të ndryshme, nuk po flas në ajër unë tani, unë flas dhe për njerëz, janë njerëz dhe që i njoh nga afër dhe mos harroni që sidomos në punë njerëzit njihen më mirë se kudo. Sa aty kështë brylit e dhamë të parë këtu. E keni parasysh. Sa të dhamë që ti ke kështu me fat, me ndarje, ke me fat. Kështu që nuk është jam duke folur në ajër. Për shembull, nëse nuk më pëlqen as krahasimi që bëhet midis Gertës dhe Oltës, sepse Olta është i gocë që ka luajtur në teatr, e ka sprovu veten, ka shoqërira. Më kuptoni, domethënë në atë lirshmëri, sepse shikoni pak. Shoqërira e kanë fjalën që shoqërit të përballojnë të njerëzit më shqetësojnë njerëzit që s'kan shokë shoqe, më shqetësojnë shumë ose janë të privuar ndaj të krijuarit marrëdhënie njerëzore me njerëz të tjerë, qoftë edhe për 2-3 muaj që rri aty. Je të na tregu backgroundin e ç'a bën jashtë, na po thojmë brenda. Jo, po brenda, po të them, çfarë bëri brenda? Po të pyes, çfarë bëri brenda? Kanë gjë brenda? Kanë bënë gjë? Gerta. Ne shohim që Gerta brenda. Kjo Gerta s'ka me tregu historitë e ç'a ka jashtë. Po çfarë ka ardhur, se ne kemi ardhur të shohim në dimension tjetër një personazh që për mua s'është as personazh, po ky është muhabet tjetër. Po s'është personazh, pra s'ka backgroundin që ka Rozana jashtë, po ka. Po ajo e ka guxon që ta diskutoj backgroundin e asaj. Sot edhe i ke marr çmimet me. Merë seriozisht, se më shumë jeni të hëngër ti me Jonin se sa Gerta me Rozanën aty brenda. Po jo, shumë mirë, nëse ai e pëlqen Gertën. Ja. Ma kërcet pak Joni që pëlqej Gertën, po nisë. Joni, hyn te kategoria që Joni hyn te kategoria Neda. Ne po analizojmë çik të gjithë personazhet, e kupton, jo vetëm. Unë kam thënë fiton Gjesti, por Gerta më ka bërë përshtypje, unë e kam njohur vetëm si motra e Oltës, se kam njohur kurrë. Gjatë lojës ka filluar me tregu që një i akull i ftoft që i duhet kësaj lloj loje, jo me bë viktimën. Unë e kam inat se bë viktimën. Me zi kena këto njerëz. Unë nuk e shikoj kështu, sepse unë mendoj që njeriu në 4 muaj, sepse unë mendoj që njeriu është produkt i rrethanave. Dhe në 4 muaj brenda të njëjtave rrethana,
njeriu do dali 5 minuta tek vetja e tij sidoqoftë. Nuk mund të jetë 4 muaj i ftohtë si thua ti. Se as ti nuk je se unë të njoh edhe ty. Unë Marion se njoh, po ty të njoh mirë. E di se çfarë aftësie ke për të krijuar marrëdhënie me njerëzit në mënyrë të menjëhershme. Tani kjo është një vlerë, është një vlerë. Mbani dalje Ku shkuan këto vlerat, morali, principet? Tani ne po flasim kështu, gjatë ftohta, po kur flasim për situata aty brenda, situata ime, domethënë me një mënyrë fare mizore, djerin atë shpatën edhe me, po jo, vllazë, publiku ka qef të shofi të tëra aty brenda. Po të tëra, po. E vërtet. Po nuk ti vlerëson kush lotët. Nuk ti vlerëson kush me basi që si vlerëson ti mo. Je duke kaluar një moment të vështirë në jetën tënde, do vi Laliot më shtesësh kokën këtu, qash me që si kupton njëri lotët, se ti e di që unë du shumë, edhe ti kuptoj lotët. Se njerëzit përgjithësi, kur s'janë mirë, fillojnë edhe bëhen kështu, si ty, hanin atë me gjithë botën, po se meritojnë lotët. Po Dasare, ta bëj një pyetje. Po. Kemi Martin Lekën. Lekën e përshëndesim për shtretit herë se është në një lajm me vëmendje. Po unë po e qep, se ka fola një përgjigje. Ata pa ju në ty një pyetje? Po si jo, mëre? Meqense sot e ka për Prime-in. A kam drejt me të pyet për shembull, domethënë ti nuk je pjesë asaj listës mo? E cilës listë? Ja. Marja, mendon se duhet me kap për çfarë thot. A jete lista e zez hala aty te apo të shiu për mendje? Si e tha më bukur kjo. Tani, jeni duke folur për Top Channelin? Po tjetër më. Për Top Channel. Po, mua po t'jem ke lista e zezë. Rama thash bosh. Po t'jem te lista e zezë Top Channelit, ju betohem s'më zë gjumin natën po fare. Nuk e di si ja bëjta çoj gocën gjithë shkollë se e kam gdhi gjithë natën nga mërzitja. Me që ka për Prime-in. Domethënë kanë qenë sa thashë temë të lezetshme. Ju e pa tani që aty ishte vetëm gazetarja, se nuk aq. Nëse edhe titujt e gazetave ashtu kanë qenë gazetarja, edhe mirë jemi në rregull me këtë. Mos ishte një guri mirë, i bashkëpunimit. Joni, un pajtuan. Jo, shisa i dashur është për vete dhe në të njëjtën kohë i pëlqen gjak social kertës, po ti bjen kundërshtim me veten mëre. Ja, jam i nishëm unë më, s'ka. Unë kam 4 vjet që punoj për median kombëtare Klan. Kam punuar ke Top Channeli me vite, kam punuar ke Vizioni me vite, nuk kam kështu probleme shfare, kupton? E din kush jam, i di kush janë ata. Kujdes. Kështu që prandaj kam arrit edhe me i farë moshe që e bëj gjumin rahat tani. Edhe kur më fusin ke lista zezë. Se duhet me ditë kush të fut ke lista zezë. I ziu apo i bardhi? O që për shkollë të jetë jama. Më frymëzoni ju të dy, më frymëzoni mua. Ne nuk dina nga mira, po rrugën e gjejmë. Po, jo, jeni njishna me mbo me fol. Pa unë të Sara Mario ka kena me gjestit. Ju dy jeni me gjestin, unë jam me Rozanin, po duket jena don proporcion, domethënë duket te ky ekrani i live-it. Unë kam ekranin e madh me Rozanin, ju jeni dy gjesta të vegjël, domethënë. Jo, Dasar, atë përgjigjen a the kam dëshirë apo si mendon ti logjikën që produksioni e nxjerr? Unë kam dëshirë ta fitoj gjestin. Jo, ti kush mendon se e fiton, si më than llogarit që bën produksioni? Mendoj që i fiton gjestin, Po dhe në qoftë se e fiton Rozana, i ka bot ditët dhe ajo Allah e ka. I ka bot ditët. Po në qoftë se fiton Gerda më Dasar. Nuk ka. Në gjeni një litar, një gur të varem të idhem në det. Nuk e fiton. Nuk ka lyt. Nuk ka shanse ta fiton. Ju la mundësia me kuti Pandorës. Pranej pra top 5, Marioni, se s'është çështja kutis Pandorës, tani ajo nuk di të lidhi dy fjalë si ç'është për të lidhur, ajo nuk di të artikuloj si ç'është për të lidhur. Tani do muhabeti. Bon panel. Fal, nuk din me lidh. Është kena bon panel. Panel të të mëshëm tonë, drejtora, gazetar. Muzikanta, futbolista, që bëhet kështu. Drejtor është ai, unë një top kryeredaktore jam. Përshëndetje Martin Leka. Drejtor. Një gjë mu do, le përshëndetjen. E para, na tërgo, nëse ka kështu Prime ma, futu vetë në tet tu. Edhe bëj mua.
8 jo 9, edhe e mbaroj në orën 2 të natë. Po. Dakor? 1. E dyta, sa për votat, to votat të janë si në Bashkimin Sovjetik o shok. I numëron Stalini. E treta, kot me pyet doj gjë, a mos duhet tjetë edhe pak me shkollë ky fituesi më burr. Të ja prishe që jemi në ty në dyve. Po tjetë me shkollë, duhet ta marri laerti, po unë do vdes po e morja laerti. Jo, do vdes me marr laert. Unë mendoj ta marr kelli. Mase më ka thy zemrën sot një njëri. O dasar. Martini ka qenë drejtor aq i mirë për ne punojësit, sa që ne edhe mas lënjes detyrës Martini ti servilosën. O ju rafika. Unë Martinin një e pak, po të shoqen ja dua shumë se njihem shumë me një. Ke punu 30 vjet në televizion edhe Martin Leke në një pak. Po që njeh Unë jam nga të pak. Jam nga të paktat që shkollën e TVSH-s se kam bërë, se të gjithë gazetarët i çik shkollë TVSH-s e bëjnë për. Pas e bash shkollë kështu, me korrespondencë. RTS, imagjino ti ishte me ju dy ajo RTS, çfarë do ishte bë. Është doktoratur, RTS është doktoratur, besom, është doktoratur po ardha aty. Je vetëm master. Edhe më tregoni një gjë, njeni prej këtyre opinionistëve. Kush, njeni apo njena? Njena. Se ka shku aty? Po dëgjoj. I tha kunata, sa në vish vërdau kështu në përkëm, tha të në qash me nderen, tha, ikën atje ta bën piu atje ta i qa me nderën dë njatë. Po se kanë histori me këtë, me familjen, po. Ja u kalzoj mrapa, a registrot kjo? Jo, i ke tituj të gazetave plot nesër. Nesër, ku dush, a do një me shpërdalë ju? Shpërdalë ju? Edhe për atë punet ftoftësisë, duhet t'jenë zjarë aty, se njerëzit e ftoft, vetëm vjedhin në për marketa, janë aty. Në për dyqanë, vjedhin fustane, në për dyqanë e robash. Edhe e kanë fillu heret. Jo, të volë për lojën e stira. Neve na lejohen more joni informacionet nga jashtë, se si jemi aty mrejna, ta shit lutem shumë. Jo. Martin, u bë katësha për bilardo. Po, kur doni, tani unë po dalë vlla. E disa më ka marrë malli me lujt bilardo, wow. Boni po, ha. Na ka thirr Martini me thonë drejtën, na ka thirr. Ku Turnament, me bot turnament. Vem ka i 5.000 lek, kush i fiton 20.000 lek në fund. Po, për që të bë, Edhe unë nuk i du, po i fitova, nuk i du. Dhe me vesh me nëzitje. Po da, ju dua shumë, ju kam qënë, nuk ndenja do të pa hyse, me thënë drejtë. Të falenderojmë shumë që na u bashkove live. Prajme t'i shof, e kam shumë si relax. Po ma shumë shof ju. Faleminderit. Natën, faleminderit për ndërhyrjen. Mos të harroni bilardun, se kjo është më e rëndësishme se sa bilardi. Do më merrni dhe mua. Edhe dasore, u pa puna. Duhet me u dashka me shku te bilardin shtreta Martin se jena me dasaren tash, te bilardet të mira. Unë me fuda po s'di me tani. Jo, po unë jam në po kam shumë probleme shumë. Natën ju faleminderit. Na bani subscribe në YouTube, shpërndani ju faleminderit shumë. Zjerma, Mario Pro. Natën joni. Me këto dy zjermat që ky po rrit zjerma, lo, sfiket zjermi, shi Martini. Apo Martini. Atë po zime dalë. Atë po thot. Atë po thot Martini. E mbyllim. Natën. Mëlle, Mario, mëlle. Ciao. Top 5 i nesër edhe Barceleta. Yes. Me shofim. Sa e mal, Martin. Ja, në knasi në bënë surprizë tonde. Në ka bënë surprizë tonde. La këtë, zdi me ik, la sfontin. Okej, pra, Mario, faleminderit. I lam njerëzit qut, ju kërkojmë falje, se na jena njerëz që s'ka stikoj shumë. Shive na nesër për top 5-in,
Pa, top 5 i nesër, pa thuj se të i vjen fundi edhe top 5 se s'kena që me lviz monte. Që me lviz, po, pa një ati tek tuk dhe një. Do të bëjmë edhe nesër këtë top 5-in, ma nëjtë të alam pak suspans, me marrë vesh të që ndryshoj dhe në finale, se e bëm... E bëjmë top 3, ma Mario? Top 3? Top 3, top 3, jore, USA. Luis Fani, a ka në emri kë Luis Fani 23, apo janë 60 vetë më rana? Jeni kinga, vetëm lavdrime, falinet, po... Falinet. Bani i fima, i fije kështu personazhe me emër, se dakord, mundoni i thoni në emër, t'ju falenderojmë, vetëm fjalët mia kush do jenë, kush e din, ndoshta na njohin. A vazhdimisht na mbështesin. Faleminderit shumë. Subscribe edhe herë në YouTube te kanali që kena të bëmë me pin në Jul Deda Fitusi. Te komenti aty. Edhe bashk mirë takofshim në edicionin e radhës. Nesër pra. Për zotin thot. Për zotin e Baskamin. Okej. Faleminderit për zotin. Faleminderit për zotin. Natën e mirë. Natën